Legja e 4 heronjt në Vlorë për gjatë sistemit të demokracisë nuk ka para asnjë investim. Banorët e një prej lagjeve më të vjetra të Vlorës tregojnë se rruga që përshkon mes për mes lagjen është amortizuar dhe gjithë gropa, e është problemi tyre kryesor prej vitesh. Mbi 80 familje që jetojnë sot në këtë blok banimi ndjen të mënjanuar nga pushteti lokal dhe ai qendror, i cili sipas vetë banorëve nuk i ka kthyer asnjëherë syt nga një prej lagjeve më të vjetra të Vlorës. Vetë banorët tregojnë se pushtetarët vinë dhe vizitojnë lagjen vetëm për gjatë fushatave elektorale dhe më pas premtimet i merera. Si është sot që? Nga lagje më të vjetra ku nuk është vendor asnjëherë. Shikojmë dhe na vinë çdo fushat, vetëm na gënjejnë, na thonë ç'keni ju dhe bëjmë. Ja sa të mbaroj se nuk e bëjmë dot tani se nuk na lë opozita. Se bëjmë gjoja për fushat. Sa ikin nuk duken më. Këtu unë kam 27 vjetë, të tjerët kanë edhe nga 30 e më shumë. Sa herë është investuar në një? Asnjëherë. Këtu ja është bërë vetëm një investim për kanalin e ujrave të zeza, që është bërë, e ujë të pishëm, edhe kjo u bë. Po gjithmonë këto janë për interes, sepse ata i marrin lekët. Kurse për rrugën, nuk Sa është... e vështirë është të jetosh me këto kushte? Shumë, këtu juve jeni sot në kohë të thatë, po këtu kur është bie një ves shi, këtu nuk kalojmë dot më. Marrim 2 palë, një palë këpuc ose çizme që dalim deri poshtë dhe pastaj veshim ato të tjera për të dalë në pazar se na vjen turp. Na son ja erdhën këta na. Ja jam më e vjetër, po nuk vendor. Na vjen keq. Sa familje janë? Po këtu ka çfarë shikon me sy, mbi 80-90 familje që ushqen nga kjo rrugë këtu. Edhe çdo investim. Rruga që keni ardhur ju tani me beton është bërë me investimin ton. Po tani ne ikën dhe njerëzit edhe s'kemi më dhe ne lek që investojmë prapë. Ke shpresë se do bëhet një ditë? Fare. Po ta kenë këta flën rehat, ne s'kan që na bëjnë, thonë, ne votën e kemi të marrur, edhe ndaj nuk investojnë. Nuk kemi shpresë fare. Sa vite ke që jeton këtu? 22 vjetë. Si e mban mend rrugën në 22 vjetë? Po kjo përpara ka qenë hekuruta, çfarë ka qenë se unë kam banuar në fshat. Po ti thua 22 vjetë edhe të qëndrosh në të gjendje, pranë qytetit, që ka vatë rruga në për fshatra, edhe një copë rrugë këtu të piqem nga zepun, jam 77 vjeqe. Njëra në shi i kam këmët, po pastaj fëmijët janë të larguar. Këto 30 vjetë që më thatë që jetoni këtu, sa herë është investuar në këtë rrugë? Unë neve... Asnjëherë më nuk është investuar në këtë rrugë. Asnjëherë nuk kanë ardhur këto. Do me thënë, kanë të herë në rrës, na jemi dhe në rreth Vlorës jemi. Nuk vim që nga Kuksi, nga Shkodra, hajde, po jemi në rrethin tonë. Prandaj, kemi drejtën tonë dhe neve. I paguajmë dritat, i paguajmë gjelbërime, qarjane të gjitha, edhe nuk e ka vënë njeri ujtë të zjarë për Po neve. në kohët me reshje shiu, si bëhet? Ja, bëhet këtu si kjo punë, 3 palë qisme i kemi. Edhe që të themojt ke që nëna, ne i paguajmë ti, asë nuk kemi, asë kanalizime se gjithë tjerët, po që në kohën e fetit më falë për shprejën, për fekaljet, me gropa. Gjuna. Gjithë ujrat e zeza i Ku kemë t'i rrugë. shpem, ujrat e zeza mish në harrin brënda, ja, për këto jemi. Sa vite po bën që e banori i lagjes Topana? Unë kam 30 vjetë. 30 vjetë. Po. Si e mban mend lagjen parë dhe si është sot? Sot, po thuj se është më keqare. Urdo ujrat e zezit qeshit. Ku të vemi të mbytemi? Do në qpive në smundje. As kanalizime s'ka, as rrugë s'ka. Vetë logike dhe ju po shikoni vetë. Gjendjen. Rruga në këtë gjendje ka vite? Ka 30 vjetë që kam unë këtu, 30 vjetë kjo rrugësh. Edhe bile ka qenë më keq fare, kemi shtuar lagja gjinë, hitën betonina. Shpesh kemi Ja, urdo. për ta mbushur me inertë. Po ja, një ndizodën, ja. Ja, një ndizodën, jo, tulla, mos grobzime, është e turp. Se o mos kanalizimet një. Ku të dhemi? Na vjen frikë të bjerë shi, sepse do në qisme. Besoj jeni ankuar. O, jemi ankuar në asgjë s'bet. Jo do vim sot, jo do vim nesër, asgjë s'bet. Ke E shpresë la do fare. përmisohet një ditë? Valla jo ti shpresat i kemi të humbra. Nuk e di se që do bet. Shpresat i kemi të humbra. Lagja 4 heronjt së bashku me lagjet Partizani dhe 15 tetori
Janë bloqet e banimit më të vjetra të Vlorës dhe me numrin më të lartë të banorëve vitet e mëparshme. Por mungesa e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve dhe ujë të pishëm kanë bërë që këto bloqe banimi të braktisen masivisht.